Përshëndetje të nderuar shikues ju adhurues të basketbollit, jemi duke vazhduar serin finale ndërmjet dy skuadrave fenomenale të basketbollit femëror ndërmjet Bashkimit dhe PS03. Na kanë dhuruar spektakël këto dy skuadra të cilat e kanë të shmuar që kanë me të vërtet forcë dhe jo rastisht kanë arritur deri këtu dhe jo rastisht janë duke u përballur me njëra tjetrën. Siç po e shihni, sot nuk jam vetë, e kam nderin dhe kënaqësinë që sot bashkë me mua është komentatorja nga Women NBA, Edona Thaçi, për ndryshe ish reprezentuese e Kosovës si basketbolliste e cila ka kontribuar edhe për Kosovën, gjithashtu ka qenë edhe ndihmës trajnere tek përfaqësuesja A e Kosovës. Po e shohim edhe 5 startuese, Dontavia Wegener, Alexis Mead, Vesa Grasnizja, Uljona Muadri dhe Nicole Barnard. 4 të huajat, pra Paige Powell, Ariel Collin, Adrian Goodball, Kiki Jefferson e në krye me Arnore Përçukun që shpërthimi i saj vendimtar, por tashmë gjithçka gati, starton ndeshja, topi parë në duart e skuadrës së PS03. Sa nuk e vjedhja top, Alexis Mead niset përpara PS03, Ariel Collin me një tentim për 3 pikë. Vjen treshja, Dontavia Wegener e ka Muadrin në kosh, e gjen bukur. Qyshtet e mas pari emisionet, dush me pasu pak ma shumë, open 3. Dhe vjen edhe një tjetër treshe, pikërisht nga Ariel Collin, e cila e qëlloj treshe në fillim edhe kësaj radhe. Shohim Alexis Mead, bukur tek Muadri, edhe një herë sakt, Nicole Barnard e cila e nda lojën. Do të vjen tentimi për treshe nga Alexis Mead. Vjen treshja e shumë kërvjet aty për skuadrën pavarësisht gjendjes shëndetësore. E shohim debërtimin. Qa ashtu s'pja jep qatë mundësin është ma mirë. Vjen tentimin në anën tjetër i Arnore Përçukut. Bashkimit janë 6 sekunda. Alexis Mead e gjen Dontavia Wegener, tani më një asistimi mirë dhe vjen e veshme dhe ndodh. Dhe kjo kur ke mungesë të minutazhës vjen treshja e Alexis Mead. Kur askush nuk e pret, ajo është e vëmendshme, e shikon kuon edhe i shënon do treshe që merë lirë. Muadri e gjen bukur, testën i Nicole në Superligës së femrave. Arnore Përçuku e gjen edhe njerë koridorin, por jo pikët. Paige Powell lufton, arrin të realizojë. Ka qenë vendimtare, mund të themi, edhe me topat e vjedhur. Vjen depërtimi Alexis Mead realizojë. E din qysh me marrë topen, për dhe në sulëm e ka high IQ. Vjen Paige Powell edhe njerë. Shumë mirë prej Wagner. Ariel Collin edhe njerë realizon për 3 pikë. Shkon topi të Kiki Jefferson, vjen tentimi për treshe dhe treshja. Qëllonte që të dyja do thotë bëna diferencën, vjen depërtimi me njerë Arnore Përçukut dhe arrin të realizon Përçukut. Bukur topi tek Muadri, e cila realizon. Dona Muadri sonte Alexis Mead tek Dontavia Wegener, e cila realizon. Ajo fillon e kthen tek Muadri. Wegener shkon deri në fund edhe një Dontavia Wegener në sulmit të skuadrës së PS03. Arrin Kiki Jefferson të realizon. Bukur liro. Teksa Kiki Jefferson tenton për 3 pikë kur nis kjo. Nuk din të ndalet. Fenomenale Kiki Jefferson në një moment të rëndësishëm. Mbrojtjen. Shkon bukur ai top tek Dontavia Wegener që realizon shumë sonte. Jefferson edhe një herë del në skenë. A do t'jetë 10 minutë që do ta shpall Bashkimin kampion. Vjen Muadri edhe një herë. There we go. Me treshe ka arritur që të mban avantazhin. 6 treshe i kanë qelluar, por jonën edhe nën kosh. Vjen depërtimi i Destiny Nicole. 22 me 4 ka qenë në ndeshjen e fundit. Bukur, right top tek Adrian Goodball. Wegener do të tenton nga gjysmë distanca, shkon gjuajtja. Alexis Mead. Nicole blokohet nga Goodball. Mbrojtje e mirë. Barnard. Ariel Collin. Collin gjen depërtimin dhe realizimin bukur. Jefferson. Bukur, arrin gjuan dhe realizon. 13 pikë të Kiki Jefferson. Gjen depërtimin edhe pikët. Kjo është lufta. Kjo është alësh zemrën në parket në një moment të rëndësishëm. Hustle. Very good ball. Dhe vin pikët.
Kiki Jefferson, do ta kemi Game 7. Përfundon ndeshja 3-3, barazohet seria finale. Një super ndeshje nga Adrian Goodbold, vendimtare pas një dyshim të nderuar shikues, arrin Bejanet të evitojnë edhe ndeshjen e 6. Fenomenale!